Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV për të komentuar një detaj shumë të bukur. Tani unë e di që ju të gjithë dëshironi që të dini se çfarë do të ndodh në finalen e madhe. Në 2 video më herët, unë ju kam treguar se në natën e madhe, në finalen e madhe, në shtëpinë e Big Brotherit, Miri do të surprizohet nga Rabea, bashkëshortja e tij e nderuar, e cila do të jetë e veshur me fustanin e saj të bardhë. Në fakt është një kërkesë që Miri, si banor i shtëpisë, e ka kërkuar tek vllau i madh. Do të thënë pengu i vetëm që Rabea dhe Miri kishin ishte që nuk kishin bërë një dasëm në Shqipëri. Tani në finalen e madhe, vllau i madh nuk ua realizon dot dasmën, por një moment të bukur, do me thënë një super dasëm të vogël, munden ta bëjnë brenda asaj shtëpie. Dhe kështu që do të kemi Rabeën, bashkëshorten e Mirit, edhe Mirin në një emocion shumë të bukur. Së dyti, pyetja më e madhe që më bëhet është kjo: Tiron, kush mendon se do të jetë surpriza e Mateos? Tani, Mateo ka hyrë në disa mendime. Shumica e shqiptarëve thonë që do të vi Brikena në shtëpinë e Big Brotherit, do të surprizoj Mateon, do të kalojnë emocionet më të bukura, do të argëtohen të dy, do ta shijojnë pafund momentin, por nuk është kështu. Surpriza në linjën e jetës ishte nëna, zonja Zana, e cila tregoi që ishte një zanë e vërtet realisht, dhe më pas për të folur për të në këndin e familjarëve ishte motra e Mateos, Casey. Por pyetja më e madhe që bëhet në fakt është kjo: kush do të jetë surpriza për Mateon? Tani, Mateo ka një mall, do me thënë palestrën e vizitoi. Nënën e pa, Brikenën e ka, personi që do të viziton Mateon në natën e finales, në surprizën e madhe, është babai Mateos. Do me thënë ne të gjithë shqiptarët për herë të parë do të kemi fatin që të shohim se kush është i ati Mateos, çfarë do t'i thot ai Mateos dhe si do ta mbështet lojën që Mateo ka bërë deri më tani. Unë jam shumë i bindur që babai Mateos do të jetë një motiv për të gjithë baballarët e tjerë për raportin që duhet të kenë me fëmijët e tyre. Do me thënë, nga ky raporti që këto të dy kanë ndërtuar, këto të dy kanë krijuar, ka ardhur dhe ka lindur kjo dashuria e madhe mes Mateos edhe familjes së tij. Do me thënë, në primin që vjen, në spektaklin e madh të së shtunës, do të shohim babain e Mateos brenda asaj shtëpie. Unë e di që të gjithë ju do të jeni kureshtar të dëgjoni nga goja e tij se çfarë të thot për Brikenën. Normalisht që prindërit janë të lumtur dhe janë të pranueshëm për fëmijët e tyre, kur i shohin fëmijët të realizuar, të kënaqur, pozitiv dhe energjik, dhe mendoj që në këtë formë do të ketë mundësinë që babai i Mateos të realizoj atë mesazhin e tij kundër drejt Brikenës. Unë e di që ai do të thotë fjalët më të bukura, sepse nuk ka arsye pse të thotë fjalë të këqija, derisa djali i tij është i lumtur, është i gëzuar me Brikenën, e do, kënaqet, argëtohet, kanë dashuri, nuk ka asnjë gjë të keqe në këtë mes. Kjo e bën që këto të dy të jenë fantastik dhe të jenë të mrekullueshëm. Do me thënë, gjatë spektaklit, babai Mateos është pjesë e surprizës së madhe.